Flasim për rastet emergjente. Edhe jo çdo herë, qofshin ato të vogla apo të mëdha, jo çdo herë i trajtojmë me seriozitetin që duhet i trajtojmë. Shpesh i injorojmë rastet, ndonjë rrëzim, ndonjë ku ta diun. Çka konsiderohet rast emergjencë, doktoresh Vjollca, që duhet pa e mendu dy herë me ardhur drejt në emergjencë? Rastet emergjente janë të shumta, rasti që cek edhe ti që ka raste shumë. Mirë pa ato që janë me emergjence që nuk duhet të neglizhohen, normal aksidentet e trafikut duhet patjetër të vinë. Këtu bëjnë pjesë edhe traumat të rënda që janë si pasojë aksidenteve, pastaj munden si pasojë ramjes nga lartësia ose në goditje me mjetet të mprehta ose me armë zjarri, këtu duhet patjetër të lajmërohen. Pastaj dhimbja e gjoksit që ka të bëjë me një sulm në zemër, pastaj kemi të bëjmë me sulmin në tru që nuk pret, duhet patjetër marrë. Pastaj goditja nga rryma elektrike duhet patjetër, djegje të shkallës së rëndë.